Janë të paktën 100 familje rome në periferinë perëndimore të Tiranës që po i përzejnë me dhunë nga një territor ku do të ndërtohet një blok pallatesh të reja. Ky projekt pallatesh është përfolur mjaft në qarqet politike, por askush nuk po kujdeset nga ana tjetër që t'u sigurojë një vend për të jetuar romëve më tej. Ata tregojnë se në mes të natës dhe në mes të shiut, kasollet e tyre u sulmuan dhunshëm nga forca që janë të interesuara të lirohet zona e ndërtimit dhe disa qindra fëmijë të rritur rom mbeten në qiell të hapur sot dhe në vazhdim. Na rëzu barakët e ngelim kështu kalamaj të tja. Gjitha e shi, ishim jash. Ja kështu, gjithë barakët jatë me kalamaj të tja. Kanë vazhdu me heq kështu, kanë vazhdu me heq. Po, ja i kam prish, hajde. Shikoj, i kam një fush. Fush i kam bokret komplet. Fush, komplet anim ata kështu. Ata kanë zënë tashmë një trotuar dhe presin në mëshirë të fatit nëse do t'u jap zgjidhje ndonjë zyrtar nga bashkia apo nga Ministria e Çështjeve Sociale dhe Shancave të Barabarta. Gjithë natën, gjithë ditën shi. Po s'keni shtrirë nuk marrë. Po me shtrirë ku shkojnë? Po se kujtë su bashkia Tiranë, bashkia erdhi mram me na shem barak me na zanë me kalamaj mrena. Në përshi? Policia bashkiake. Kur mram? 12 natë. Tani romët po i përzejnë edhe nga trotuari dhe askush prej tyre nuk e di se ku do të shkojnë më tutje për të vazhduar jetën e tyre me fëmijët në një krah dhe me teshat në dorën tjetër. 10 kalamaj kam unë. Ata nuk janë nërë, janë juj. Do bëhen për ju ata, unë do vdes. Pra bani këta, mos në lishoni rrugave. Kalamajt, kënë mishirë për kalamajt. Si kalamajt e të dhe këto kalamajt për njësoj janë. Pra, mos në lishoni kalamajt rrugave. Zbrazja e këtij territori po vazhdon pa ndalim natë për natë nga pak, megjithse përkrah tyre u deklaruan avokati i popullit, përfaqësues të OSBE-s dhe Bashkimit Evropian. Të tre së bashku ata kërkuan që të drejtat e pakicave të respektohen, se kjo është një nga kriteret e Bashkimit Evropian dhe që policia të mos veprojë kundër tyre deri në gjetjen e një zgjidhjeje të përkohshme. Por sapo vjen mbrëmja, ata i largojnë me dhunë duke i shemur kasollet natë për natë nga pak, derisa në mëngjes ata shohin se kanë ikur edhe disa rom të tjerë dhe komuniteti rom sa vjen e zvoglohet, derisa kanë mbetur aty më të varfrit dhe më të pambrojturit, ata që nuk kanë asnjë të afërm tjetër se ku të strohen. Jam vetite, edhe kemi ngelur shumë keq, jemi në gjendje më të vështirë, nuk e besova në jetën time për shkakun këtë situatë. Tani e di që jam pas strehim edhe s'kam ku të shkoj me imagjinon tani vetitet, kam shkuar ke plaka e Orshqore, ato janë vetë kallaballëk edhe nuk ri dot atje. Jemi shumë në gjendje të vështirë, në qoftë se keni Zot, për shkakun shtetit na vet dorë, të vet dorën në zemër, për këto njerëz që po vuajnë se jemi në një situatë më të vështirë. Avokati i popullit deklaroi sot se familjet e dëbuara e kaluan natën jashtë në qiell të hapur pa asnjë kujdes apo ndihmë nga institucionet shtetërore dhe pa asnjë shpresë për të ardhmen e strehimit të tyre. Sipas tij, policia e shtetit duhet të ndalojë dëbimin me forcë të familjeve rome nga kjo zonë, të cilat janë qytetarë të Republikës së Shqipërisë me të drejtat e tyre. Unë kam 2 lekë me mori çfarë bukë për kalamajt domoshta. Trosh dhe një flasë më dhe që është për të varë. Përqet edhe shtëpia? Ju për shifni që ku jemi. Kemi dalë mes katastrofë rrugës. S'ke ku t'ja moj mojë. Ku do shteti? Dalë ndejmë rrugë, bëkojmë rrugën. Pra zgjedhjes së një strehe të re për ta, avokati i popullit kërkoi që të jepet fund kësaj drame që po ndodhet në mes të dekadës rome, kur gjithë Evropa po ndjek plane veprimi për integrimin e tyre dhe kur Shqipëria e ka kujdesin ndaj romëve pikën 11 të rekomandimeve për të marrë ose jo statusin e vendit kandidat për në Bashkimin Evropian. Përveç drejtuesve të policisë që premtuan se nuk do të ndërhyjnë tek romët derisa të gjendet një zgjidhje, asnjë institucion tjetër nuk po merret me ta dhe asnjë deklaratë nuk po del nga institucionet shtetërore për këtë ngjarje të dhunshme, të cilat po ndodhin kundër komunitetit rom, vetëm 2 kilometra larg nga bashkia e kryeqytetit dhe nga Ministria e Çështjeve Sociale dhe Shancave të Barabarta. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.